Sot do të njohim një histori më ndryshe në muzikë. Atë të një artisti që nuk prek skenën, por del ball për ball direkt me publikun me një boks dhe një mikrofon në dorë. Do të flasim pak për fillimet, jetën si këngëtar rruge, sfidat, emocionet dhe ëndrat për të ardhmen. Ai është Bardhi. Bardhi, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se vjen. Faleminderit për ftesën. Mirë se erdhe, Bardhi. Jam shumë e lumtur që të kam. Atëherë unë doja të di se si nisi pasioni, si nisën fillimet e tua në muzikë. Fillimet e mia kanë nisë në 2014 që kam qenë paspori si kam shkuar në Francë. Edhe atje ja kam nisë në fakt. Kam pa njerëz që bojnë muzikë kështu, edhe më ka pëlqyer, edhe ja kam nisë. Atje në fakt kam pas shumë gjana, shumë vegla, më thënë drejt. Kam pas gjana këtë thjeshta, e ja kam nisë. Pastaj më detyruan rrethana gjanat që më ndodhin probleme familjare, detyruar më erdha këtu në Shqipëri. Edhe kisha bën ca leka në Francë, se normal kam ne gati 2 vjet. Erdha këtu bleva ca gjana si desha vetëm i ble. Boksi dhe mikrofoni. Do gjana të tjera prapë të shtëpia. Se i kam pas prindit i kam 10, baba më ka vdek, po. Nanën e kam halo, edhe i po ta sistemon shtëpinë din. Ca gjana që u dashin, materiale edhe shumë mirë. Pastaj bleva këtë veglat e muzikës, mikrofon në gjana kështu. Edhe ja nisa avash. Faktikisht fillimet kanë qenë shumë vështira. Unë kur dalsha para njerëzve për shembull në rrugë, kur arshi njerëzit më shikoshin që drejt për drejt në sy, unë kthesha kokën si një antan. E kthesha kokën sepse s'mysha mi po njerëzit në sy. Kurse tash për shembull nuk kam problem fare, nuk më përshtypje njerëzit duken në lloj. Se unë kam pas kënu më përpara në shkollë, kam pas kënu në festivale të fëmijësh, po e kisha atë emocion, nuk kisha turp. Kurse sot për shembull nuk kam fare turp për këtë pjesë baj. E di se i ditë punë e xherri, në punë time jam, nuk kam punë me kan. Ama ka shumë probleme gjatë kohës se unë si thonë këndoj, interpretoj në rrugë, ka shumë lloj rrobsh për shembull që të bezdisin, e bone e ktheve, adin sikur kanë shqiptarët që kanë ato. Të gjithë. Para gjykime. Shprehet në përgjithësi, po. Ose kur bëjmë muzikë tuja, o bane ti me kënu anglisht, o bane ti me kënu gërësisht. Pavarësisht se gërësi kam nej 4 vjet, edhe normal se kam mësuar diçka. Edhe gërësisht e zotërit e ku mirë. Si ndihesh ti kur njerëzit të paragjykojnë, si përballon paragjykimet? Unë nuk e në fjalëve, nuk e veshin. Ama vetëm po më marr direkt për shkak më marr dikush afër ose tani rrobjena gjithë kena mishë zak si thonë fjalën. Kur vjen dikush afër edhe të ndajtohet direkt mua për shembull si person, edhe unë reagoj, pa e nali muzikën e i them çfarë problemi ke? Çat kam gjabërs. Kush ka qenë personi i parë që të ka mbështetur në gjithë të rrugtim tëndin? Nuk kam me thonë drejtë, nuk të kam mbështetur askush. Nuk kam asë lloj njëri, nuk ashtë se më ka thonë kush bane, ose më ka thjesht më ka shty kurioziteti që kam po jo shtetit edhe kam po që edhe policia i mërën. Mu në Paris kam nisë mas bori bile sa kon greke kur i këndoj, më kujtot Parisja, se ato ja kam nisë mas bori kam këndu dhe pjesë greke. Edhe kam po, jam nalu policia, më kanë bo video, kanë bo dhe foto, edhe thot, për dojnë momentin që ti kush për këtujt, na nuk levizim për këtu, na do rrim. Më tha, mu sa do rish, thash do të rri vetëm i gjësure. Sa tja kështu për shembull, e zonën një vend me bë muzikë, aty të lanë, thëjnë, sa do rish, kash, gjësure. Nëse te e të prën, kalon i gjësure, ose ma shumë, ata nuk pysin ma, ata vinet marrën me gjithë vegla dhe me qatë kesh, ata nuk e kanë preme, për shembull. Kurse këto në Shqipëri, këto thëjnë vetëm hes, largo, se ku me qanë të i thonë, se me qanë të i bërtit, sa të thamon, se ku bërtit të një kafshë, si thë, hajt, kupten. Ti thej që të kanë ngacmuar në rrugë, të kanë paragjykuar, të kanë gjykuar, po unë jam shumë kurioze, vajza të nga ngacmuar kur ke kënduar, sepse ju ka pëlqyer se si ti performon, se si ti këndon. Po, ka pas, normal se dash rrobjena. Ti dashuar ndonjëherë me një vajzë që të ka ngacmuar? Apo s'ke krijuar gjë ndonjëherë? Nuk kam rrallë, më thonë bashkëmarrëna, se jam tip që nuk e vras menjen shumë për gjona, prandaj edhe e kam pak vështirë me rrallë, se do të me pas mu njoft shumë kohë me një person që unë
vërtet ta dua e bimër. Do me thënë ti je tip që nuk dashuron. Pra kolla jo. Po çfarë kriterësh duhet ketë ajo vajzë që ti ta duash dhe të bëj që ti ta dashurosh? Unë si pjesë por kam qef që ajo tjetë rëbi i sinqert, një gjoje për diçka që i thamë që ti kena gjonat e përbashkëta. Edhe ta doje muzikën, ta doje artin, tjetë artist. Do doje një vajzë që të dalë të këndoj me ty në rrugë? Po pse jo, nëse ajo si ka mundësit për shembull me ma dhoni dur mu për shembull na me performune për skena, çfarë të keq ka, gjithë bota kanë kënduar për rrugë. Pse Ed Sheeran është një shembull shumë e mirë se di këtë bota që ai e ka performuar më spori në rrugë, ka performuar dhe ka dal një nga më të mirët e botës. Je dashuruar ndonjëherë ti bardhi? Po normal se po dihet. E don akoma? Tash ka performuar çdo zon, po tham normal, kam dash një person e kam dash, po thuaj se tash dashuritë e sotët janë se thon kalimtar, edhe nuk dashurojnë njerëzit ka as thell për shembull, vetëm nëse ka qenë dikur me shikim parë ose njoftë një vajzë dhe direkt më dashuru. Do me thënë ti sot nuk beson te dashuria me shikim të parë. Pak, ë? shumë pak. Së fundmi nuk të ka ndodhur që të dashurosh me shikim të parë. Ja. U bon shumë kohë fare. Çfarë profesioni do ta kishe të dashurën ose partnerin e jetës? Po thash pra thjesht ta doje artin, tjetë ajo e kësaj fushë, ta pëlqeje muzikën, të pëlqeje çdo gjë që i përket artit, për shembull, humor, çdo gjë din. Tjetë artiste, a? Po, tjetë artist. Okej, ti performon në rrugë. Ke menduar ndonjëherë të performosh në koncert? E ke ëndër, dhe sa e vështirë është sot që një artist... Edhe kam performuar në koncert. Ku ke performuar? Bon shumë vite, kam pas këndu me një vend në Korçë, po ka shumë vite, ka qenë një koncert i vogël. Kam performuar, por nuk ka se kam dalë, më thonë, jem publikuar, a bën një video diçka. Normal se kam kënu, dhe në përvene ku ka pas orkestra, dasma të mëdha. Po atëherë ka qenë tjetër ku s'e marr kush me kamera, me gjana. Po sot shumë vite. Ke dëshirë të performosh në për koncerte? Normal si gjithë tjerët, po dhe që të arrish atë duhet punosh fort që të arrish që të kapish koncertet për shembull, edhe ti je i sakt në atë punë që bën. Se rruga e ka ata të vetën, për shembull, në rrugë performon, nuk them se nuk performon, po nuk mund performosh, sikur performon në skenë që je me pajisje të tjera, ke kthyesa, ke vene ka kufje në veshën, e gjënë ritmin, e kap vin melodike, futesh intonosh siç duhet, kurse në rrugë ta merr ambienti. Po. Ka ca vene që mund të ketë akustik, pa ma gjithkund është e vështirë rruga, muzika rrugës. Ti ke performuar pothuajse kudo në qytetet e Shqipërisë. Po i pjesë qyteteve, je bashkë. Ku qytet të ka lënë më shumë mbresa? Qyteti se e du ma shumë edhe gjithë më dojnë, është Shkodra. Në Shkodra ku shkoj, më thonë, gjithë më respektojnë. Fiton më shumë lek në Shkodër? Fitoj më shumë lek edhe... Sa lek ke fituar në Shkodër? Po, në fakt, si kam nëmëru një herë, për shembull, në ditë se sa fitoj. Unë bëj bilans mujt, për shembull, me kap pa llogaritur shpenzime gjana, me kapi rreth 1.000.000 lek, për shembull, ose 800-900. Me kapi rrugë që, për shembull, se këtu në Shqipëri nuk ke rrugë në 1.600.000 lek, për shembull, një rrugë thjesht 600-700.000 lek. Edhe kur kam bëj fort llogariun që ta kapi një farë rrugë, se mos kem nevojë, mos jem, po tham, mi shërby dikujt tjetër, me qenë shërptori dikujt tjetër. Ata gjithmonë kam menuar për shembull që ma mirë të kemi punë temën, 5 lek sa e vrastronin, se sa më thot jeti. Sa do të punosh të jeti presë prapa nuk është i kënaqshëm. Po. Sa fiton në fund të muajit? Po, thash, po, rreth 1.000.000 lek mund të kapi plus minus, edhe se ka ditë se nuk hes. Për shembull sot kam një gati
4-5 orë të performu, kam dalë herën në plazh, herë të pjesa rrugëse. Nuk ka pas as lëvizje njerëzish, s'ka pas. Domethënë sot ka qenë dita jote më e keqe. Preferenca. Ose Sa ke fituar sot? A mund të kem fitohu 20.000 lekë, 30.000 lekë, po nuk e quj ditë keqe, unë e quj ditë punët një lloj, sepse kam dalë të puna, unë e kam lë veten, si fitova, si s'fitova. Çdo punë që është që mirësh me muzikë, art, edhe as kur tregtia, as ti begjozi kjo. Sot fiton, nesër hum, nuk e diet. Se Bardhi, unë dua të di se cila është ëndra jote më e madhe. Për ëndra e vetmja gjë që më shumë se do është muzika, edhe pse jo një ditë bam edhe taktroj, edhe të bam edhe mirëm edhe me humor, se më pëlqejnë shumë videot kreative, videot humoristike, për shembull emitoj Behar Merën, Ceken, shumë artistë të tjerë të Shkodrës. Do na imitosh pak? Do një tani? Po më vjen Cekja. Aman, qa kam bërë? Që e ke dhe aktor ti kështu? Më pëlqen. Jem e dhonëm. Po me ndonjë artist shqiptar me këtë bashkëpunoje? Me artist shqiptar, unë u bon shumë vite, nuk e maj men fix datën, po dikur kam pashkrujt 2 tonit. Edhe kam pas atëherë, po të pas, se po ta kam parë për i gërësie, kam pas edhe lekë, kam pas punu mirë anej. Qa ke pas punu? Kam pas punu nërtim me vlezit, se unë jem vete 5 vla, këna pas tip firmë nërtimi, këna pas mash në shpija gjana me bo. Edhe kisha lekë atëherë, po erdhen gjana që është normal, probleme familjare. Këna pas, dhe më thonë, në kanë rëo zona trona, se në kanë rëo shumë vdekje gjona, dhe s'kena pëse mi përmenë. Edhe i ke shkrujt 2 tonit. Edhe i kam pas shkrujt 2 tonit, se më pëlqeka si këngëtore, e kish në shef këtë si familje në ata. Edhe i po ta shkrujt, më thash jem të e bo për mi shkrujt, thash jem të i do një 5.000 euro, jem të logorit, thash ta bëjmë i klip bashk. E kisha logorit sak, më jedhën 5.000 euro ati. Për ishte, dhe më thonë kam qenë, mund të kem qenë 24 vjesë atëherë. Edhe i kam shkrujt, s'ma ka kthej përzigje fare. Te Instagramim duke t'im shkrujta në Facebook. Nuk të ktheu, do me thënë. Yes. Po sot, e ke akoma ëndër të bashkëpunosh me 2 tonin? Pse jo, me ba një bashkëpunim diska ai hip-hop, është amalon të lava, ose unë i kam qef muzikë të tia, edhe ka një herë performoj nga që më tërheku. Cila muzikë 2 tonit të pëlqen më shumë? Vetëmja kongë që më ka pëlqy gjithmonë edhe një gjej, edhe pse është e vjetër, Krenohu, edhe tjerat. Na e këndoj njërën nga këto tani. Krenohu me qëto që ti iki, se tjerat kanë me orë vetë, për di kanë një shumë me rëndësi, e për di kanë ti ki me med vetë. Krenohu me qëto që ti iki, se tjerat kanë me orë vetë, e për di kanë një shumë me rëndësi, e për di kanë ti ki me med vetë. Familja jo të krenot me ty, problemi e më shpinën mos me jo këty, dikosh dan, gjithka për ty e ban, ti e personi që dikon emocionan. Bravo! Do me thënë ti nuk që ke vetëm zhanër popular, po ta lava din të këndosh? Po, di. Haj herë. E ka dal aman, ja kam nis me knue, ja kam nis me knue, hajde për klea kicen, hajde, mju disponue, mju disponue, tararan, 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 tararan. Hajde klea, hajde, bastja marim kanges, bastja marim kanges, hajde leta kalim, me këtë flat të mramjes, në këtë flat të mramjes, janë bashku, hajde, veri u bashk, hajde mori klea, bashku krejt me kale, bashku krejt me kale. Ndërët. Ua, ky ishte, do me thënë kjo ishte speciale për mua, përshëndetje speciale për mua. Sa e bukur, më ke emocionuar, tani nuk di çfarë të them. Bravo, Bardhi, je i talentuar në vërtet. Ndërët. Ti do jesh personi i parë që do ftohesh në dasmën time për të performuar. Ta jap këtu love burrash live në emision. Okej. Okej, po do ma djegosh fare, mama, okej.
Tani, ne kemi një rubrik që ti do të zgjedhësh për 3 sekonda. Rrugë apo sken? Unë preferoj të dyja. Edhe sken, edhe në rrugë. Se pas që nom, pasioni me profesionin kanë shumë distancë, i kanë shtëpiat shumë larg, edhe pa pas pasion nuk mundesh me kthyer në profesion. Kënga që të përshkruan? Që më përshkruan? Nuk ta fal. Kush e këndon këtë? Dhe Shkëmbini Smali. Artisti i preferuar? Kam shumë këngëtarë. Një? Bashkë preferum, se do më thonë e pëlqej shumë edhe një gjej shumë këngët e ti. Alban Skenderaj, Elita 5, Fisniket, ka se të dush. Publik i madh apo pak njerëz që të dëgjojnë me zemër? Publik i madh. Kafe apo çaj? Të dyja. Bjonda apo Bruna? Të dyja. Njëra. Si të dyja? Si Bjonda apo Bruna? Si e do pra? Gocat. Gocat. Se të qëllojnë, varet se kush të merë. Dali ku dali, Ta merë zemrën. Deri tani kush ta ka marrë zemrën, Bjonda apo Bruna? Bjondet ma shumë. Nga që jem edhe vetë Bjond. Kanë hi floktësh. Deta apo mal? Ditë. Dita apo nat? Ditë. Një fjalë për muzikën? Muzika flet ma shumë se fjala. 3 fjalë për veten. I thjesht, emocional, pak i mërojtë më din, i distancom. Tani unë dua dhe një këngë të fundit. E të bëjmë diçka greke nëse ju pëlqen. Greke dhe një shqiptare. Okej. Na ksere stavradja posmison, pu me ti morun, pu se kokasi, θέλω να σε δω το ομολογώ, άλλη τέτοια νύχτας μην περάσει. Θέλω να με νιώσεις, να μη με προδώσεις, θέλω να σ' ακούω να μου λες πως μ' αγαπάς. Θέλω να με νιώσεις, να μη με σκοτώσεις, πες πως δεν τέλειωσαν όσα ήσαν για μας. Tani një shqiptare. Po ti qaj hallet, e po të pysti o shoku im, a e ke pa, ashtë e bukur si s'ka qen, më thuj të lutem, më kalzo krejt qka din për të, mi të go gjitha, ashtë e lumtur, me atë që jetën po kalon. Zemra sa e don, ti nuk e imaginon. Zemra sa e don, ti nuk e imaginon. Ma don trupi, ma do shpirti, është e mirë, ajo zemrën e ma kputi. Bardhi ishte kënaqësi. Falenderoj shumë që erdhe dhe të uroj shumë sukses. Faleminderit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.